Arlind Qori është deklaruar, Arlind Mirmrema. Ka deklaruar. Mirmrema, vëllai. Kjo është një punë e Edi Ramës. Do të thënë, veprimi që ka bërë gjykata. Si është, Arlind, si është mendimi juaj? Po, afërmendsh mua nuk më duket vendimi drejt ky gjykatës kushtetuese dhe unë dyshoj që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk e kanë pasur lirinë e plot për të menduar dhe për të vendosur si gjykatës. Është të jetë absurd interpretimi sipas cilit ti mund ta mbash një zyrtar të zgjedhur edhe 4 vjet në burg ose në paraburgime dhe ai prapse të qëndrojë në detyrë. Sepse sipas këtij vendimi, sikur Erion Velia ishte paraburgosur një ditë mbasi ishte zgjedhur, ne do duhet ta mbanim kurriz 4 vjet të plota përsëri si kryetar bashkie. Gjithsesi, kjo nuk është gjëja më e rëndësishme në këtë moment. Unë besoj se Edi Rama si ka ndalë llogarit keq pasi vendosi që ta shkarkonte Velia dhe të kishte zgjedhjet parakohshme në Tiranë. Në muajt e fundit ka ndodhur disa ndryshime në jetën politike dhe shoqërore shqiptare, që kjo arroganca dhe mendjelehtësia fillestare e Ramës për të thirrur zgjedhjen në Tiranë, pastaj po i dilte dal nga dal si bumerang. Unë do dua vetëm 2-3 minuta sa t'i rendis këta si faktor, dhe pastaj mund diskutohet gjëre gjatë se deri ku vlej. Bi fjala, Rama me gjas nuk e ka pritur që Erion Velia të rezistonte, të bënte rezistencë fort, domethënë ta padiste gjykatën kushtetuese dhe të qëndronte me kryenetësi pozitës së vet. Po ashtu nuk e ka pritur që Spaku apo institucionet tjera të drejtësisë të merreshin kaq herët me Belinda Ballukun. Dua t'ju kujtoj që Belinda Balluku është graduar si zëvendës kryeministre vetëm pak muaj më parë. Pra nuk e priste që Spaku do ta merrte të pandehur Belinda Ballukun as 2 muaj mbas themelimit të qeverisë së re. Po ashtu ka pasur shenja të përçarjeve të brendshme brenda Partisë Socialiste, sidomos në Tiranë, ka pas si rrallëherë kam përshtypjer unë kritika të brendshme dhe pakënaqësi të brendshme që dilnin edhe në sipërfaqe për sa i përket Partisë Socialiste. Gjithsesi, mendoj se faktori më i rëndësishëm që i ka ndruar mendjen Ramës që përket zgjedhje në Tiranë ka të bëjë me kandidatët, me kandidaturat. Dua të them rastin e parë që kandidatura e zonjës Manasirliu është jashtëzakonisht e dobët. Është kandidatura më e dobët që mund nxirrte Partia Socialiste në këto zgjedhje. Pra unë e kisha, Arlind, unë e kisha këtë moment, ka patur zëra që vetë qeveria është interesuar që të anulloshin zgjedhjet pasi kandidatja nuk dilte mirë me sondazhet. Do t'i rendisi faktor. Do t'i rendisi faktor. Zonja Manasirliu është sigurisht përfaqësuese një partie funde kryet korruptuar, është një kandidate me shumë probleme gjatë qeverisjes së disa dikasterëve si shëndetësia apo arsimi, po mbi të gjitha është një personazh që nuk ka pikën e autonomisë dhe karakterit politik. Domethënë, Edi Rama mund të kandidonte shumë mirë një nëpunëse të një zyre të humbur të Partisë Socialiste, e do kishte një profil më të lartë publik se zonja Manasirliu. Unë kam vënë re javën e fundit që Edi Rama për t'ia ngritur sadopak profilin publik zonjës Manasirliu filloi të shpërndante videot e Manasirliu nga faqja e vet në Facebook. Kjo thotë është ditë hallit nga kjo pikpamje. Pra kandidatja që zgjodhi ishte një kandidat dhe vazhdon të jetë një kandidate jashtëzakonisht e dobët. Unë nga tjetër dua të flas për kandidaturën time, mund të duket çik mendje madhe apo egoiste, por më që mund të rasti do i them 2-3 fjalë, se pastaj secili mund të jap mendimin e vet. Lëvizja Bashkë në këto zgjedhje duke kandiduar kryetaren e saj, pra mua i mori zgjedhjet në Tiranë me seriozitetin e vet maksimal, domethënë kandidimi im në kupton një kandidim jo vetëm profesional e teknik, po edhe një kandidim të fortë politik. Nga ana tjetër unë kam vënë disa sondazhe që e jepnin vërtet goxha më lart se ç'ne kemi qenë më herët kandidaturën time në Tiranë, një televizion goxhar miqësor ndaj Lëvizjes Bashkë muajt e fundit si News 24 kishte botuar një sondazh para pak ditësh dhe mua më nxirrte 12.5% në Tiranë. Nga të dhënat të tjera të pakonfirmuara, unë kam përshtypjen që kandidimi në Tiranë do të ishte akoma dhe përqindja, sikur votimet mbaheshin sot Tiranë ime do të ishte akoma dhe më lart dhe pika më e keqe për Ramën është që këto zgjedhje të shihen si me 3 alternativa. Sikur zgjedhjet konsideroheshin vetëm me 2 alternativa, për midis PS-s dhe PD-s, Rama do e kishte më të lehtë për të mobilizuar pakënaqurit brenda Arlind, të mos hapemi se jemi te kjo vetëm se jemi shumë sintetik se unë kam 3 pjesë. Jemi te ky moment, te kjo do rrim. Te vendimi, po. Dhe po thoja alternativa e 3, do të thotë pasi 3 alternativa, qytetarët e Tiranës kur mendojnë që ka 3 alternativa për ta drejtuar Tiranën, dhe ku një nga alternativa jam unë,
apo përfaqësuesi i Lëvizjes Bashk, unë besoj që për Ramën kjo është, si thuash, ndodhia më e keqe e mundshme, sepse ka shumë të vështirë ta monopolizoj propagandën e vet vetëm kundër kandidatit të Sali Berishës. Kështu që për të gjitha këto rrethana, unë besoj se Edi Rama është bërë pishman që pak muaj më parë zgjodhi të hynte në zgjedhjet e Përbashkinë e Tiranës, prandaj besoj se vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim i porositur nga Edi Rama. Gjithsesi, zgjedhjet do të ketë në Tiranë, se kur ndoshta në 2027-ën, kam iden që do të jenë në vitin 2027. Unë, ndoshta ka po. Mund të tani drejtë më vesh, apo po them racionale, tani mua më duket 2027. Unë të falenderoj shumë dhe herën tjetër. Nuk ndryshon ndonjë gjë e madhe, jemi përsëri në kontakt me qytetarët e Tiranës dhe unë besoj që kjo pakënaqësi ka përgjetur rrugë shprehjen e vet. Qartë. Falenderoj shumë, unë kemi me shumë investicion, kam 3 pjesë dhe në herën tjetër do të jeni në studio. Faleminderit. Me kënaqësi si gjithmonë. Mirupafshim. Natë mirë bashkë. Atëherë, të kaloj dhe analistët unë të thonë pak fjalë këto dhe kthehemi para bashkë. Pro të gjithë. Okej, unë mendoj që sot ka fituar Republika. Republika e Shqipërisë? Republika si koncept. Pra Republika është një koncept... Po pse ka fituar Republika? Ja, po ta them tani. E para se rëzoi më në fund Ramën një institucion nga pikpamja kushtetuese dhe i vuri kufirin që ka një vit kuqe ku nuk mund të kalohet. Pra çdo vendim politik, nevojë politike, kapriço politike, mori sot një përgjigje nga më të mirat, më shembullore që mund të njohë një republikë si kjo që ne përpiqemi të ndërtojmë ose duam të krijojmë në mendsinë tonë. Pra 5 antar gjykatës kushtetuese dhe unë dua t'i them emër: Sander Beci, Ilir Toska, Fiona Papajorgji, Marsida Xhaferllari, Mariana Semini kanë ruajtur sot Republikën, nuk kanë marrë thjesht një vendim. Këta kanë rrëzuar një njeri kanë Republikën thotë jo, po Republika u ka thënë të veprim. Republika s'ka thënë asgjë, Republika që nënkupton ti është me dhimbje koke dhe ky skenari që e ka përgatitur Rama të gjithë këtë se i intereson kështu është, nuk e di, mua më duket një marrëzi politike ta mendosh kështu. Se Rama pas ka përgatit këtë skenari, po ndërkohë Rama dashka dhe shkarkimin, po s'dashka dhe shkarkimin. Pastaj rrugës e kuptoi që duhet shkarkimi. Domethënë kjo është një çmenduri politike që, okay, llogarit politike janë gjë tjetër. Kur është shkruar kushtetuta, nuk ka pas njëri kur parasysh që do vi një moment i tillë juridik, ligjor, ose ngërç, ose përplasje politike, a interesash, që do vi Erion Veliaj në një rrethan tillë dhe kushtetuta është shkruar se do i përgjigjet këtij rastit. Kushtetuta shkruhet për gjitha rastet dhe nuk ka parasysh emrat. Dhe në këtë rast, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim super korrekt në mënyrë eksplicite për t'i dhënë kuptim institucional